Përshëndetje të gjithëve. Ky është destinacioni i fundit për 2025-ën. Nga gjitha destinacionet që unë bëra gjatë vitit, është qeni Pasuqani. Këtu është krijuar edhe pista për ciklizmin. Do bësh shëtitje edhe me biçikletë. Si në mëngjes, si pasdite, si përfundjavë. Është goxha mirë. Duke ju falendruar edhe një herë të gjithë, kudo që jeni. Ju uroj nga zemra gëzuar vit në ri, qoftë një vit i mbar familjarisht, ku do të ndodheni. Dhe faleminderit për gjithçka. Viti 2026, sikurse e thash edhe më rënd, do të jetë një vit tepër i bukur, tepër me aktivitet, i mbushur me plot sfida, me plot energji, me plot udhëtime. Kush ka dëshirë, sikurse kam thënë edhe në videot e tjera, mund të mbashkohet. Në storyt e mia do të ketë gjithmonë udhëtime, do të ketë video të bukura, do të ketë shortsa të bukura, edhe në YouTube, edhe në Instagram, edhe në TikTok. Sot, sikurse dihet, me aq kohë sa pata i rash Tiranës rreth e qark, bëra pjesën kryesore të Tiranës, liçenin artificial, dhe përfundimi dihet liçeni Pasuqanit, pasi unë jam pjesë e Bashkisë Kamës. Ju falenderoj gjithë dhe gëzuar vit në ri. Qoftë 2026, një vit i mbar, plot sukses, begati, kudo në familjet tuaja.